Kërkesa e prokurisë ishte ndalimi siç e kërkonte i ligjshëm dhe detyrim paraqitje. Gjykata tha një herë muj duhet detyrimi paraqitjes dhe mos me hyrë në territorin ose në tokën e asaj që ka leje. Ka një ndryshim aty se janë dy kompani. Ai thotë mos mu paraqit tek toka e Gjener, po në fakt ka është dikush tjetër aty. Kështu që përsëri këta mund të hyjnë në tokë se nuk janë ajo kompani. Pra, kanë një keq kuptim dhe ne ja lëmë gjykatës këtë favor që të thonë mos shkojnë atje, po të shkojnë këtu, në fakt njëjta tokash, njëjta pronë. Dhe gjykata nuk e na lën për të protestuar si njeri në botë. Kishte reagim, u bën si me kanë aty edhe protestë në gjykatë, sepse nuk ishin dakord për asnjë lloj gjëje, sepse gjithmonë qëllimi ishte toka, prona. Dhe normalisht, pra gjykata u sqaru gjykatës që nuk mund t'i na lësh se ata kanë tokë me 7500 nishin, që do të mjedhin domate, kastraveca, speca me radhë, dhe çuditërisht ja ka marrë një person tjetër tokat. Dhe në këtë arsye pra është konflikt që do mesin gjithmonë derisa ata zgjidhin gjykata administrative dhe derisa zgjidhet nga prokuria e Shkodrës ose Spaku falsifikimi i dokumentacionit. Janë 2-3 akuza, po janë pa vlerë, nuk kanë rënë gjitha sepse nuk ka fakte që janë godit ata. Një person atje prej friget ka ikë vrap arzu, i ka ra me kokë një gurit atje, po nuk ka, është shtyrja, protesta i ka parashikuar gjitha, për e thot protest. Me po me kënë shkojnë tonë në lokal e rinë e hanë e pinë, pa thot protest për me protestu.